Si Partia Socialiste, djali audios po tregon shumë zell, po më pret fjalën me muzikë, asnjëherë nuk duhet ta plas muzikën pa ta bërë me shenjë. Mos haro. Pra, socialistët mojnë genocidin serb në Kosovë kam në shkurt, janë deputetët që sot nuk pranuan prapë të kalonin një rezolut kundër genocidit serb në Kosovë. Dashin, kjo vjen pikërisht në një moment ku protesta sot u zhvillua në qendër të Tiranës, në sheshin kryesor. Ndërkohë, le të shohim të video dash dhe rikthehemi sot dhe të ma komentosh pak jepi le t'ju. Pika 7. Kërkesë për mocion me debat të finalizuar me rezolut në lidhje me njohjen e genocidit serb në Kosovë. Ky akt kërkon shumicë të thjesht votash. Votimi është i hapur, procedura e votimit një votim elektronik, hapet votimi. Hapet votimi. I lutem votoni me elektronik. Dhe 7 vota pro, 0 abstenim, 70 vota kundër me elektronik dhe 2 vota kundër me karton, 72 vota kundër. Kërkesa nuk miratohet. Do t'i shikoni se si do dalin në shesh në mbrojtje të Kosovës. Fill, mbasi kanë votuar sot kundër, e skuqën sallën e votimit në parlament, nuk ka, për parlamentin shqiptar, nuk ka patur një genocid serb në Kosovë. Jo, nuk ka ndodhur. Ata burra që sot janë në Hag dhe që nesër ta do dalin t'i përkrajin, kanë luftuar kot, genocid nuk kishte. Atë thot dhe Vučići që i çojnë në Hag. Kurse ju shprenin sikur jeni shqiptar, po sikur jeni ultranacionalist serb, të verbër. Faleminderit zoti Berisha. Po, doktori, i papa, tash të më të ti për qeshur. Po, digjo, gjitha të fuqi ka prap doktori, me gjithse mosha bënd vetën, tash, u bë të fenjim duket. Dhe unë arroba të uroj, unë e uroj gjithmonë atë se dhe i moron mua për ditë indje. Doktor gëzuar ditë indje dhe 100, e shkon arroba fare, i kështë para ca ditësh, se pash i kështë ndalë ca këshu, i kështë shuar lule me lirin në shpi, ca të rinje këshu. Doktor dhe 100, ka maru këse rade, e shikon? Te the një vjeç dhe vazhdo me të njëjtë energji më tash. Ç'është kjo histori më? Unë nuk shoh se gjë keqe ke mosha. Jo, të kam llafi. Ora, pa njeriu dhe me moshë tani fillon dhe i bie pak energjia, se është pak normale tash. S'është gjë e keqe kjo. Detyrimisht që të bie energjia. Ai them vazhdo njësoj si para, si dikur pra do të them, sigurisht e 60, 70, është një gjë. Ç'a është më burr kjo histori? Ka duhet me pyet atë. Më nëse ikëm nga kjo. Dgjoj, do mbetet kjo që këta të mazhorancës nuk e votojnë këtë rezolutën dash. Do mbetet në analet e, ku di unë, pas 50 vjetësh, apo është një gjë pa rëndësi? Po, unë them që kjo është nga 2 palët i lojë, si me thënë... është lojë kurthi që ka fu doktori këta pa dike? Pse se votojnë edhe rezolutën? I situatës politike. Këto me kam bërë këtë rezolutën si kontrapesh për mitingut. Në rregull, pra, po çiku shton Ramsi. Ishte më logjike që ta bëjë më përpara, mos kishe lidhje me këtë punë, kupton. Jo, dëgjoj, e kanë tentuar edhe përpara, edhe nuk ka pranuar këta. Ti e di, ke qenë në parlament. Edhe këtë sesion e kaluar është provuar këtë. Unë gjithsesi edhe nga ana formale. Nga ana formale, pra. Do ta kisha votuar. Po pse nuk e bën Ramsi sipas teje, molla, sepse kundërshtarët e tij. Shiko, detraktorët e tij thonë zotëri ti po bën lojën e Vučićit. Nuk do që të mërzitet Vučići. Ti e beson këtë dash? Jo, unë e besoj, jo në kuptimin që direkt personal Vučićit, por unë gjykoj që Rama ka shfrytzu këtë idenë, dhe më thënë që edhe perëndimi e ka pas deri dje, nuk e do a shikoj. I thonë riurt, mos u merr me Serbinë, do të kesh marrëdhënie të mira. Jo, mos u merr me Serbinë, por si me thënë, kemi në Ballkan një 2 djemë moderu. Pikërisht pra. Një atje, ky lloj tandemi dhe ky e ka kuptuar Rama që po u prish ky lloj ekuilibri, si me thënë, nuk është se hum maji atje, hum ky. Do me thënë, se kjo të marrveshjen me perëndimin në simpatin perëndimore, ka hyrë kështu si paket. Si paket, bravo, jam dakord. Analizën tim. Jo, më je i sakt. Je i sakt. Unë kështu e kam gjykuar. Si ka mundësi dash atëre pyetje kam unë, që ndërkohë që është kjo që thua ti, kjo ombrell,
çunat mirë, tandemi, çuna kështu tolerante, kështu. Ta thash ka qenë deri Po, dje kjo po. si ka mundësi ndërkohë që Ramsi organizon, pa dal vetë në shesh, po ta ulan balla mbante foton, organizon këtë pro UÇK-s. Edhe për këtu kam një ide që edhe kjo mund mos jetë vërtet, po në analizën ti. Në analizë, tani ti më shumë ti mund të pyesësh si analiste. Për te, si me thënë, simpatisë për thatqin e këto që ky nuk i kam shef, me thënë drejt. Jo, patjetër. Bile se para 6 muajve që jem Parlamenti Shqipërisë, Parlament Kosovës, dhe ky mbajti një fjalim atje, praktikisht e mbajti kundër atij, Kurtit, sa atje. Totalisht, po. Në mbrojtje të këtyre, ishe edhe para zgjedhore, me thënë të drejtën, nuk ishte fort edhe në etikën politike, që vjen kryeministri një shteti tjetër mba fjalë në parlament. E kjo është vazhdimi i këtij lloji procesi, se unë nuk gjykoj se po e vret shumë mendjen se ca ka bë thatçi dhe ka bëj. Atje, por kjo është thjesht përdorim politik. Do të jap një sinjal perëndimit. Çfarë do t'i thotë? Që ky është personazhi që e kontrollon të gjithë hapësirën shqiptare. Që ky ka influencë për te Shqipërisë edhe Kosovë. Prandaj kishte thirrur Ali Ahmeti. Po, dhe Ali Ahmeti, Maqedonisë, ai është faktori më i rëndësishëm shqiptar atje. Edhe në fakt ai është, e kupton? Që unë këto janë miqtë e mi, këto janë ortakët e mi. Pra e kam unë lojën, e kontrollojnë lojën. Kam unë lojën dhe ju në dash për të negociu për të ardhmen e Ballkanit, do të jem unë lojtari kryesor. Po çfarë e bën këtë? Dhe në qoftë se ju ka shku mendja ndonjëherë të më largoni, do ta keni parasysh që po largoni një njeri i cili ka influencë në të gjithë për te Shqipërisë. E hanë këta ndërkombëtarët, e hanë Nuk këta? e hanë, sepse këtë e kanë provu dhe herë tjerë shqiptarët, e ka provu dhe Berisha. Se kjo mua më duket një skem naive dhe... Naive po ndodhë, në mendjen e shqiptarëve, kjo është analiza ime në raport me të hujët. Pastaj ka edhe një analizë që është natyrë psikologjike. Po mirë ato, po të hujët janë kaj debile, thoti, sa që mund të hangë këtë Nuk janë kumbull? vota fare debile. Vota shohi interes në vetë. Ky është realiteti dhe ky e interpreton, e din atë që ato ka interes në vetë. Qalli ka Ramsi që bën këtë punë? Po pra ja këtë të thash. Një nga këto është i të atyre, sepse mund të ketë ca halë tjera. Po cilat mund të jenë halë? Por mund të jenë ato proceset gjyqësore në Amerikë. Me Gorigali e këto? Mund të jenë letrën ndërkombëtare për korrupsionin që këtu është bërë ka gjithë dukshëm, që ky shtet prodhon gradacela me rroga 600.000 lekë, që kuptoni, janë gjëra që duken to, dhe nuk është se nuk i analizojnë ato. Po ka një balancë midis asaj, sa i duhet një djali moderum i përkullur, do të në një farë mënyrë ndaj temave të atyre, në raport me riskun që i bjen në i territor caktu. Trafiku ndërkombëtar i drogës, të grupet të ndërkombëtar drogës, influencat, mos qëndrueshmëria në një aks të vetëm. Arrestimit e fundit të Spakut dhe kontrolli që janë bënë disa banesa dashtë njerëz të njohur, ti i shikon të lidhura me në një farë mënyrë ngushtimin e rrethit të... Edhe atë shikoj, jo se them se unë për gjykimin tim Spaku do të bënte ca punë tjera, do të kishe një delta zonë më të përqendruar, ke politika, korrupsioni politike këtu, duke u hapë në të gjitha këto. Po janë bashkë të lidhura. Po bashkë sigurisht janë, po shpeshherë zhvlerësohet, sepse tema aty në kurioziteti se kush e vrau këtë, kush e ka datë drogën tu. Jo, nuk po flas për ato, flas për ca arrestime të disa njerëzve me pushtet dhe me para. Po, uroj që t'jenë vërteta dhe uroj që janë vërteta janë. Që të përfundojnë në përgjigje, të përfundojnë në drejtësi, të përfundojnë prapa ekure, se kjo të shi u bë një telefilm me kaq shumë puntata. Sa që zhvlefsohen, e kuptohet, harrohet puntata e parë, e kuptohet. Por gjithsesi, unë e kam çmuar e punë e Spakut, jam mundu të jap gjithat mbështetjen time morale, vogël, modeste. Dhe vazhdoj të kemi një farë shpresë, po duke vazhdu këto djemë, duke i tjerë këto muhabete, duke pritë rezultatet politike, kam frujtë që po të zhvlefsojnë vetë në vetë edhe do bëmë pasaj një mekanizm që ishin ato tjere për para. Po unë them që ky zoti Rama të shi që e bën të dukshme këtë lloj raport, i ka ca halla e para punë. Pse nuk shkoj se pas teje në OKB, dashi? E dyta Pse shkoj në OKB, dashi? Si? Pse shkoj në OKB? Ishte radha e Bega i thuati? Mund të ma shku edhe për i çështje banale, se mund të kuet jonë. Ja ka mathme në i vend tjetër. Tu ishte vërdall? Atje, ka dash ndosha me i bë qefin edhe zotëris. Begajt, prezident. Mos duket çudi edhe kjo, që të marrë edhe ky rol pak të ndukshëm protagonizm. Mund të jetë dukshë, thush,
me evitu disa situata që nuk janë në favor të këtij. Pse çfarë do bënte ky kur flet kryeministri i Izraelit? Do ikte apo do rrite? Qartë. E ka evitu këtë situatë. Len atë që rrin, edhe që nuk shqetësohet. Si sot pra, që ishte Taulant Ballama dhe foton e Ramsit, po ai vetë nuk ishte. Kështu që edhe kjo mund të jetë, gjykoj unë. Si e luan kaq bukur këtë mo që se thuash i ha gështënjat me duart e tjerë. Ai nuk e lu fare bukur se sa apo e kupton ti. Ai kuptoi dhe unë. Besoj e kuptoi edhe shumica shqiptarë. Po jo, po shumica shqiptarë zakonisht shohin Puna është që ai ka lujt bukur një gjë tjetër për t'i prish mendjen shqiptarëve atje që unë jam më i mirë ose ndryshe do ju vinë këto të qitë. Kjo po, këtë ka lujt bukur, u po vite dhe merë votat. Po për këtë që thuti këtë teknikën që mendon që këto janë budallëja hanja që nuk e hakan shumë veta, atje, po të thash për te i kësajt, ka dhe një element tjetër që s'ka ka pas vetëm kjo e kanë gjithë shqiptarët, e fatkesisht mund të kenë dhe ato shqiptarët për te. Shqiptarët kur rinë gjatë pushtet, mendojnë në mënyrë absolute që janë qendra e botës e drejtës shejtane. Fillojnë tjerrin dhe nga këto mendimet që jemi dikush edhe në atmosferën ndërkombëtare. Jemi për te e Shqipërisë. Po ky është mordash. Mirë pa mirë, dhe këto mendojnë... E ka vënë se sa e duan... Shqipëria është një vend ka që vogël, sa që nuk i meriton to. Këto meriton një hapësirë më të madhe. Dhe prandaj të thash shtyje në këto egzagerime, duan të bëjnë liderit të gjithë kombit shqiptare, gjithë popullatës shqiptare, kudo gjatë. Kjo është pasaj është personale, kjo është psikologjike, kjo kalon për te analizës politike. A ti thua nuk është kalkulim politik? Jo. Qa ti thua është delir, thua? Jo. Sigurisht pra, kjo e fundit që po të themë hynë këtë deliri. Ato që të thash për para, që janë kalkulime. Ato janë kalkulime. Po të thash nuk i preshtoj, mund t'jenë të dyja bashkë, mund t'jenë veç e veç, dhe mund t'jenë dhe kjo e fundit. Ato që unë po mundomi të atjestoj si pun doktori, që ti ko e dio mund t'kesh diabetin, dhe kjo ka dhënë syt, ka qërru, po ti mund t'jesh dhe qërë komplete, dhe s'ke pun fare me diabetin, dhe varo kjo pun. Po, duke që se po flasi për njeri që është vit me 12 pushtetit, nuk më duke kajtë rasishme dhe delirante. Jo, unë më duke më shumë kalkulime. Kjo fillon e ngret, kjo puna delirit. A ti është së mundi që është patologji që nuk e shmang do këtu. është se jetë gjatësis politike. Ti mendon se jo... A i tha dorim dhe në 2050, Po mërë bo, thot sa dush ai, edhe thot pikërisht këtë punë, sepse është i bindur që aje meriton, është e dyta, për dekuraju të gjithë ato që mendojnë, dhe ja ka arritur. Dhe për të thash, për të ushtru ka ato të vetët, pushtetin me i dhënë sinjalin që unë jam këtu, modëm shërbeni, po dolet kundër me, nuk keni të ardhme politike, se ardhme jam unë. Baroj kjo punë, ditën që ti s'ke të ardhme, nuk pret kër ndryshoj, atjere se dhe kjo e ka këtë fatë, se kjo është 60 vjeç. A i tjetëri se ka këtë fatë, se thatë ju është 81. Dhe kjo është 61. Ato sa do që t'jenë entuziast aty më brënda e kuptojnë që këtu ka një limit biologike dhe sigurisht që shofin dhe ato ëndra tjera pasaj për ndryshim. Ndërsa ke ky rafshon fare se i thotë, kemi jetu dhe si fis, thotë gjatë shumë. Ja, palikish jetojnë e kanë... Kjo është, po ta thash, pjesa e parë, që gjykoj që është ajo, që unë e bëjmë analizë, tëftot, mendoj që kjo do të je jap një sinjal ndërkombëtar. Tani kam i pyetje. Unë jam në Shqipëri, po nuk jam vetëm Shqipëri. Unë jam dhe atje jam dhe Maqedoni. Unë jam një faktor rajonal. Po këtë zbeso se ka me Europianët, e kam shumë me gringot. Me Amerikanët dhe me Europianët. Miri ka punët me këta. Miri ka, e di si është puna dhe Europa. A shiko, sot është kjo në Europë dhe është kjo ekuilibër. Nesër ndryshon. Ndryshon në Francë, ndryshon në Gjermani, ndryshon atje dhe mund ndryshon në Itali dhe mund ndryshoj dhe atmosferë, raport. Ndryshoj edhe në Amerikë pra. Qa rezultat i kënë Shqipëri? Ky bile ka aqë gudzim, sa që talë dhe me Trumpin. Që se Trumpin shumë ka një gjithë që nuk e falë do të janë pikish kur talësh me të. Dhe gjitha mund i fali e i. Po këtë të talës nuk e falë. Për shumë, ku e gjenë këtë fuqi, për shumë, një e para, ka dy opcione, dash. Jo më për të biseduar me ty. Ka dy opcione. Një thonë, ose e ka, nga që ka tipin do të bëj batuta e kështu, të bëj për qeshur, e ka thënë atë dhe se ka menduar, dhe pasaj është për pishman, por e dyta që thonë, dash, se kanë folë me ca njerës, jo shqiptar, ka thënë që këtë e përdor si alibi, sepse
pret ndoshta, ose dyshon që ata të godasin. Mund ta godasin, Dhe thot ja, po godasin për atë shakan që bëra unë. Nuk Ti kë beson, kë beson. Kë beson parën apo dytën tash? Unë besoj që se ky me Trumpin, jo këtë shakan, ky bërë një shaka më të rëndë. Në fillim, po. Dhe nuk po se Pa t'i gjë. një reagim. Kështu që Trumpi nuk... Sepse ky është Trumpi, se po flasë dhe unë pak që ky Trumpin nuk ka shumë fare Trumpin e vetë për këto që ndodhin në Shqipëri dhe për këto personazhet. Ne mendojmë që jemi qendra botës dhe ai sonde nuk e hanë supën Trumpi, se më duket se pas ka sha njërin nga Tirana. Pra s'kirni fare. Absolutisht, sepse ashtu ati i bi me lujt menç pësaj. Se gjithë ditën guvernatori i Kalifornisë, kryetari i Bashkisë New Yorkut, që janë fuqi atje. Me Trumpin merren talë, dhe shi ai do të gjej kohën për të marrë se pas ka talë. Në një vend që ka 2 milion banor. Këtë kohë ja mushim ne vetës, për t'i dhënë rëndësi vetës, ta thash në butaforin tonë politike që kemi. Në farsën tonë. Në farsën tonë, atyre farës nuk i as i intereson kjo punë. As e din, në qofë se interesat atyre preken, që ky si ka prek një qi me floku. Atëherë do të bëhet gati për reagimin atyre, dhe është normale. Po që interesa kanë ata këtu? Është digjit më thua, Ja, unë po të them, interesat atyre këtu kanë qenë gjithnjit natyrës geopolitike. Që ky vend këtu është vendi më pro-amerikan, këtu kanë bërë një bazë madhe në Kosovë dhe ky është një fati madhe, se më ato. Këtu mendojnë që, si me thënë, botës slave, brenda Ballkanit, këtu i ven një kufi, se këtu fillon dhe kufiri natyral, dhe në fakt ato armik, kundërshtar, rival, për te rrethanave misive, personale, batutave, jo Putin, jo Trump, kanë atë pjesë, ma atë kanë qenë në garë, për zona influence këtu. Kjo është një zonë influence që e kanë fitu, dhe thash, me armë praktikisht, sepse luftën Kosovë me ushtarët e këtyre, u bë me aeroplanët e këtyre, me raketet e këtyre. Që që ato do të ambrojnë këtë investim që kanë bërë përsa kohë që do t'i duhet për situatën geopolitike në Ballkan, e cila fatkesisht është rënduar shumë, e cila fatmirësisht, të mbrënda fatkesisht duhet gjemë dhe i lojnë ngushullim, e ka bërë të paktën të detyrueshëm interesin për siguri, për komunitetin shqiptar. Që kemi, kanë nevoj pak për ne, dhe me që kanë nevoj pak për ne, do në mbajnë edhe pak. Se ndryshe, s'do kishim fare nevoja, e natë e mjekë. Dash, ti si 6 mandate deputet, me sigurit ka rastisur, apo jo të kesh kontakte me ambasadën amerikane? Që ambasadën kam qenë kryetari komisionit, sigurit kam qenë zëvën, kryeministri Shqipëri. U i kam taku gjithë ato, si që kam taku këto. Jo si ky që është sot, se ky brat botën ka 12 vjetë. I kam taku dhe unë gjykoj që... Po cili ka qenë për shumë, na thuaj në një gjithë, se sot tani që... Jo, cili ka qenë raportiot me stacionin në ambasadë? Ore, Amerika këtu ka mbajt gjithmonë një qëndrime të thashë... Imo jo, kur shkojnë në ambasadë për shumë, do takohesh e për shumë me dikë, me shefin e stacionit të ambasadës, apo jo? Stacionit Cijas? Jo. Se ka rastisur asnjëherë? Asnjëherë. Ose ndoshta ma që funksioni im ka qenë gjithnjë shtetëror, se unë kam hyrë, herë parë në ambasadë kam hyrë si ministër. Kështu që nuk asnjëherë. Këto janë biles tuka, shqiptarët janë pak mitomane, kanë qefë, unë jam i Cijas, folja me Cijas. Jo. Cija është si diçka e teri, e pa dukshme, po që është... Po që lëviz shumë shka. Po mirë pa dakord pra, po unë po them, nuk ka, shteti Amerikan ka pas gjithë një ambasador këtu. Mirë, nuk plasë për ambasadorin, se aji është pjesa, po plasë për stacionin e Cijas në ambasadë. Mos ka rasisht. Asnjëherë. Ose ato e din kush si duket bënë i spion ligë dhe... Jo për spion ligë, jo për spion ligë. Për opinion. Po të thënasme ata të pyesin për shumë, njëri që ka eksperiencë. Tu është e pyesin, po pyet ambasadorin vetë, ka nevojë fare. Legja ato e din, për njerëz që jam haptësi publik se unë ato e din që çfarë mendoj unë. Dhe unë kam thënë mendimin tim për Amerikanë, kam thënë shumë herë, sa disa thotë. Unë e kam thënë një batut që nuk e di ata kam thënë dhe këtu, që ja tha ai që vdiq ma këto kryeministri i Italisë, Andreotti ja tha
kryetari i Partisë Komuniste që ishte Berlingueri, kur patën një sherrët. Ore i tha, ju tha jeni me ne, tha, me Perëndimin, me NATO-n, apo thot, jeni në dyshim vazhdueshëm. Jeni me, po, Ai tha, me Stalinin. ne tha jemi, tha, me NATO, sa kemi pranuar demokracinë, ekonominë e tregut, sigurinë e NATO-s, tha, po ne nuk marrim çorrëzi vendime, tha, në favor të NATO-s, kur NATO e ka gabim. Edhe ky ju përgjigj, tha, këtu ndryshojmë ne, tha. Se ne jemi, tha, me NATO-n, me Perëndimin, me Amerikën, dhe kur e kanë gabim. I tha Andreoti. Se ju e gjykoket, kur qeket mirë për ju, qeket. Kur qeka keq për ju, s'qeket. Edhe unë këtë lloj pozicioni kam pas gjithnjë. Unë kam qenë gjithnjë pro-amerikane. Le të gabojnë. Pse? Se ne një populli që ka jetu 40 vjetë nën Stalinin, nën Enverojën, nën komunizmin, nuk një do kriju dyshimi se nga e kemi marrë rrugën, ne kemi marrë drejta për çtremat. Ne kemi marrë këtë rrugë dhe asaj do t'i shkojmë. Qoftë se gjatë rrugës ka pengesa, nuk na duan ne, do ta heqin dashën se si duhet. Nuk bëhem armik me Amerikën unë, se m'hek mu. Se atëherë bëj Amerikën armik me Shqipërinë. Këto e kanë bërë. Të gjithë të që kanë drejtuar Shqipërinë. Kur e kanë mirë e mbeçmirë, kur se kanë mirë e shajnë e bështyt. Dhe kjo është një gjendje principi për të gjithë palët, për njësë. Ora për gjithë. Apo thoti ky tallet me Trump. Ky po. Po pse ai tjetër nuk tallesh me ambasadorën e Amerikës, me Gonigali, me fustan, kjo ajo, ç'a thotaj? Katë pra thotaj? Qa me ja, nuk ngrejti një val anti-amerikanës, Atë në zonën dhe non grata, nuk ishte mrena komunist, po në zonën non grata, po letë ndjerit. Jo te, po dhe i 100 të tjerë. Unë, edhe sikur më djerin dhe mund non grata, do them, rofta i vendimat, i ka dhënë dorë Shqipnisë. Po si ka mundësi? Do të varoj kjo punë. Kjo është, sepse kjo është zgjidhje e principi. A do largohemi nga bota e lindjes? A do largohemi nga bota e të kalumes? Apo ti kur qekan të mirë me mu, qekan i mirë ato, ndryshe qekan të shi? Këtë kanë bërë liderit e Shqipërisë. E kanë tregu që nuk kanë fare farm leadershipi, as patriotizmi, as gjë. Mëngave këto janë si punë e Nasradinit, si thote Nasradini, largë bëdhës time. Ka i thote. U dogje i fshati le digje, thote. Kur të vijë shpia ime, kur i vjega halli vetë, këto ankohen, bën, shaj, bestyrë, gjena le atë të ri, të dyshim për atë dheun tonë. Ndërsa unë ka bëjë zgjidhje e principi. A ga bëjnë ato gjë, sa të dush? A është simpatik këtë Trump i përgjithë? Ja. Ja, edhe unë s'më përqenë për këto gjëra, për atë që ndodhë në Gaza, s'përqenë, pare. Kam një dyshim tjetër, kam një frikë, që kur të bëhet marrëveshja Rusia me Ukrajinën, mos na vjen edhe muhabetet e Kosovës në diskutim, e fusin për kusur këtë punë. Të gjitha këto i kam. Pra, ti dyshon të... Këto nuk i thonë. Ti dyshon të një alë të dytë? Dyshon të një alë të dytë? Dyshoj për çdo gjë. Normal, po. Kupton, si njeri që ka inteligjencë. Unë dyshoj pra jam. Po, dyshoj. Edhe them dyshimin tim, sepse përmbi të gjitha më dhem vendi im. Thotë ja. Dërsa këty në i dhem karrige vetë. Vendi jot. Edhe vendi im pra. Po që vendi jot i vërtet nuk është Shqipëria ti. E kemi thënë mirë. Vendi jemi mirë i keq me kara. Vendi jot i vërtet nuk është Shqipëria dash, dhe ti e di. Te kush do jetë? Qa thoti? E kemi thënë pra. E kemi folë për origjinat e tua, po ke harruar. Ato janë historina për folkët, ma 400 vjetë, 500 vjetë. Po, pëse të duket shumë ty 500 vjetë? Të vim këtë tema ma serioze, mos bëjmë. Mirë. Jo se the vendi im. Vendi im, pra, kjo është, po të qërë thoti. Këtu kemi lek, këtu do vdesim. I mirë i keq, i ka të mira Shqipënia të gjitha ja, sa të dush. Pa tjetër mos diskutohet. Po kjo është i jonë, s'kemi tjetër, këpëto. Jo, më kemi Kosovë, mëse? Mi pa, Kosovë, Shqipënia pra, është kombi jonë. Jo, nuk është Shqipëri dhe është. Shqipëria është. Jo, nuk është Shqipëri, pse është Shqipëri? Unë jam prej atyre, ne jemi një komb, një popull, një gjuhë, fatkeqësisht jetojmë në 2 shtete. Fatkeqësisht ne jetojmë në 3 shtete, diçka dhe në vend tjetër, por një komb jemi, një shtet. Ti thua qëllimi është që të bashkojmë, qëllimi është të marrim të gjitha apo jo? Po, jo ti marrim, pse duhet ti marrim? Si më tash, si jep njeri, po, ore me luftë me rreth më dash, si jep njeri me paqe më. Aty ku jemi po të progredojmë, ti jemi më europian, më modern, më punëtor, më të ndershëm, më patriot, avash vjen e bashkohet kombi,
Edhe s'ka nevoj për lufta për këtë punë, se me qënë të bëjmë luftën, qënë kemi kufi, shqiptarët tonë. Nuk kemi serbët. Kemi nevoj. Serbët janë për te i kësajt punë. Edhe uroj që as me ato mos bëjmë luftën. Pse duhet bëjmë luftë me ato, me kuptoni? Ne fatkesisht lufta e vetme që kemi bë me njëri tjetrin në 97. Nuk na hynin as Serbi, as Greko, as Turku, as Italiane. Me që e bëm luftën? Me njëri tjetrin, pra. Dhe prej kujt e bëm? Prej shefave tonë, pra. Dashej, unë mendoj personalisht se në qoftë se një ditë duhet ketë një bashkim, unë mendoj që duhet bashkuar Shqipëria me Kosovën, jo Kosova me Shqipërinë. Je dakord e ti me mua, apo jo? Jo, unë nuk jam dakord, unë jam dakord me këtë tesë që është politike dhe gjykoj që është dhe patriotike dhe kemi vite që e ndjekë. Unë kam thënë që Shqipëria bashkohet brenda perandorisë madhe, Brukselit. Hymë ne në Europë, hymë shqiptarët e Kosovës në Europë, hymë shqiptarët e Maqedonisë në Europë. Bashkohemi. Kjo është detyre. Europa po bashkohet. Nuk ka nevojë të bashkohemi, të bëjmë ne. Unë s'kam qenë kur për të marrë me çështjen e Shqipërisë madhe. Unë jam për zgjidh hallin e madh të Shqipërisë në Ballkan. Jo për të bërë Shqipërinë e madhe në Ballkan, sepse Shqipëria e madhe në Ballkan sigurisht që momentin e sotëm bie reakcion, ka reject, nuk e pranojnë gjithë palët to që janë të rëndësishme. Ne kemi gjithë mundësit me u bashku me njëri tjetër. Sot, dhe në fakt ne defektojmë vetë me njëri tjetër. Çfarë duhet kishim bërë ne që se kemi bërë? Një abetare të përbashkët në gjithë hapësirën shqiptare. Një libër historie të përbashkët në gjithë hapësirën shqiptare. Një sistem arsimor të përbashkët. Ushtrit përbashkët? Jo, hiç e fal. Pse, po ti se ke ushtrinë sot më as veçantit. Kjo është një prallë kohë. Aq sa ke? Ne ushtrinë sigurinë e kemi delegu NATO-s. Atëherë ç'na u dashka kjo e përbashkët, me kriju kot zhurmë për gjë. Hajde të bëjmë këtë në arsimën e përbashkët. Gjëra të vogla thot. Jo të vogla, më shumë mëdha. Mirë, ka fjalë. Do e bën një kombë. Po pra, po kur nuk e sigurinë, kur nuk e sigurinë që është ushtria nga mbrapa, këto tjerët janë lehtësisht të... Ore, në fakt ne po të bashkohemi, bëjmë siguri më të madhe apo më të vogël. Po të bashkojmë dhe ushtrit, po. Po ne si kene më ushtrit, që bashkojmë? Ne bashkojmë 3 hiqna. Kosova s'është keqë? Po, Kosova është mirë, dashi. I ke panë shifrat e fundit? Po bën blerjet pa para ky Albini. Në raport me vendin e vetë që ka. Ne delegu këtë punë NATO-s edhe besoj që kjo na ka mbajt deri tash dhe ajo do na mbaj. Hajde të puqim ta thash arsim. Hajde të puqim sistemin e sigurive. Sigurimet për pensione, kontributën e pensioneve, nivelin e pagave, të puqim tregun e punës. Hajde kthehemi në euro. Hajde të puqim të rrisim rrugët e komunikimit, rrugë, hekurudha, kabel optik, telefoni, tubat e gazit, tubat e energjit. Këto që janë thënë këto mbleve rëbashta gjasën, po që janë bërgjë. Unë kam 20 vjetë që i kam thënë. Janë bërgjë. Që bërgjë, pra, ku janë të rritësh? Ka qenë lololo fjallë. Shumica janë fjallë. A donë ti sot me kalu ala vumë dhe ca tërarë me pagesë për të kalu. Ku janë to, hekurudha, jo, vazhdojnë dogana atje, vazhdojnë kufirit. Prandaj po them, bëjmë një sistem ekonomik që në një farë mënyrë është kompensiv me njëri tjetrin dhe integrohet me njëri tjetrin, jo të jemi në rivalitet me njëri tjetrin. Sot shumica një pjesë e madhe e tregtisë në për Kosovë, shkon në për Bosnjë, Serbi, nuk jam kundër asaj, ose tregjet do orientohen aty ku është interes. Por nuk është se kemi në integritet madhe, disa zhvillim madh në këtë punë, disa i vogël është shkëmbimi midis 2 pjesëve tonë të kombit. Atje, ne shkëmbemi Italinë gati 2 miliard vit për vit, nuk e di me Kosovën, e kam rrit 200 milionë. Më vjen mesazh dash, më thotë kujdes se mbash një ambasada. Bashkimi me Kosovën, jo prit, bashkimi me Kosovën është simbolik në sensin që shqiptarët e Kosovës funksionojnë, votojnë dhe kanë respekt për njëri tjetrin, sepse kanë armik të përbashkët. Edhe kjo nuk është shumë e vërtetë, është një shtesë, një nacionalizmi pak folklorik. Shqiptarët e Kosovës votojnë si puna e janë, fatkeqësisht dhe ato nuk treguan në një tharm shtet formues, sepse kanë 8 muaj që kanë marrë parlamentin, alas kanë mbledh parlamentin zyrtarisë, kanë bërë qeverinë e re, kanë zgjedhur institucionet e veta dhe kanë treguar këtë rrallë një sens papërgjeshmërie politike për mua. Kisha menduar që ky zoti Kurti do kishte një, si më thënë, një
i lloj, nuk po them sharm politik, po i lloj pragmatizmi që ta kuptoj që me këtë lloj egzagerimi deri në fund ai rivalve duhet gjej një kompromis ky. Aq vota ka marrë, nuk ka marrë ky në mënyrë absolute, nuk mund ta luaj këtë rol. Edhe them që mendoja që ishte më progresist se sa këto tonë tup, mirë po del që nuk pas ka ndonjë ndryshim të madh. Ti thua funksionon politika në Kosovë? Jo, por funksionon pak a shumë si ke ne. Jo. Ati ka zgjedhje dashni, prit. Ati nuk ka marrë veshje si 2008 as te ne. Ati kur vjen punë e presidentit, qose nuk ashtu bie qeveria, të ti e di shumë mirë. Atje nuk ka akuza për blerje votash, për shitje votash dash, dhe atje ti vetë e the, asnjë parti nuk ka shumicën absolute për të bërë qeveri. Pra, sot Kosova është njësoj si Franca, në kuptimin e balancimit pushteteve. Nuk po them që është me e mundshëm. Pra, jemi si nata me ditën. Po të hymë një analizë. Dhe po të hymë një analizë tjetër, Ledio ka një tabel tani, që nuk e ka sot, po jam i bitur që e gjem për 2 minuta, që ti do shohur ndryshimin e madh midis Prishtinës dhe Tiranës, në disa nivele. Ledio ma gje pak, e kishim javën e kaluar, ma gje pak t'ja vën Dashit, ta shofi, se Dashi i ka qefto. Dashi është edhe brenda zanatit vetë, nxirri pak atë tabelën, për të kuptuar. Dhe e bukur është që këtë tabel, kjo është bërë nga një, se thua është zyrë, nga një studio, serioze serbe. Nuk është bërë as nga Kosovar, as nga shqiptar të Shqipërisë. As nga shqiptar të Kosovar. Kur ta ketë Ledio ma thuaj të lutem, pra Dash, të lutem pse, se ti e njeri që përdor logjikën. Si mund më thua është i mua që Kosova dhe Shqipëria janë pak a shumë njësoj në sistemin e tyre, në mënyrë si funksionojnë pushtetet e tjera. Ja shikoj që këtë Dash të lutem. E lexon dot? Dash? Jo atje, këtu përballë, lexon dot jo e ke larg. Mirë, Ledio të lutem lexon çik se as unë as Dash nuk e shohim dot. Ose lere se lexoj unë. Atëherë indeksi krahasimi i cilësisë jetës midis Prishtinës dhe Tiranës. Indeksi i fuqisë blerëse, Prishtina është i lartë, Prishtina është moderuar, Tirana është i ulët. Indeksi sigurisë, Prishtina është i lartë, Tirana është i lartë. Indeksi kujdesit shëndetësor, Prishtina është i lartë, Tirana është i moderuar. Indeksi klimës është i lartë, Prishtina shumë i lartë, Tirana. Indeksi kostos jetesës është shumë e ulët, Prishtina i ulët, Tirana. Raporti çmimit pronës me të ardhurat, Prishtina është i ulët. Jo, Prishtina është i lartë. Prishtina është i lartë, më fal, Tirana është raporti shumë i çmimit lartë. pronës me të ardhurat, sa Tirana shumë e lartë. Shumë e lartë. Indeksi kohës udhëtimit për në punë, Shumë e ulët do Prishtina është shumë i ulët, Tirana i moderuar. Moderuar. Indeksi i ndotjes, Prishtina është i lartë, Tirana është shumë i lartë. Bravo. Indeksi i cilësisë jetesës, Prishtina është i moderuar, Tirana është Shumë e ulët. Dhe pastaj kemi kontribuesit minimal në një seksion themelor. Kontribuesit maksimali Këto seksion nuk kanë themelor. 16-39, pastaj Përndicimi i fundit. Nëse çon si ka. I pe Përndicimi i gjithë fundit 13 me 5 tetor. 90% e treguesve, por më thënë 100% Dash janë komplet ndryshe. Për të kuptuar diferencën. Është debat shumë i bukur, po ndoshta do bëjmë një herë tjetër. Dash ka Kjo është debat, kjo skeda nuk është se ka lidhe shumë me politikën, kjo është një profil, si më thënë, sociologjik. Po është produkti i politikës edhe më Dash. ekonomik. Është produkti i Jo, politikës ekonomik më Dash. nuk- Ore, është produkti i politikave që bëjnë atë vend më Dash. Nëse nuk do ta mbush mendjen. Ato kanë disa gjëra para nesh, kanë një sens shteti më të certifikuar, sepse kanë nga një traditë, më thënë drejtën që ishe e kohës vjetër aty. Në rregull pra. Ne këtu se ka dhe disa tema të cilët ato janë avantazh për efekt kohës. Për shembull, tema e pronës, që këtu s'është zgjidhur akoma. Atje ka qenë zgjidhur dhe nuk është problem. Profesionet, si me thënë, e lira, prona e vogël private, biznes e vogël, ekziston edhe për para, kështu që si kanë kriju probleme, si që ka pas Shqipëria. Por ato kanë një gjë tjetër, që do a shikoni me kohë. Unë them që e kam pa me lloj serioziteti. Shqipëria ka një lloj krajinizmi. Veri, ju, këto, drejqetoj, ka dhe renal. Por gjithsesi, është votu pak a shumë me një profil ideologjik e majta e djatha, komunizmi, antikomunizmi. Në Kosovë, ajo që thutit, që ka shumë parti diferencime, është pothuajse krajinor. Është lokal. Ti po të shofësh aty ka parti, e merë Drenis, filan parti, merë 80% Drenis. Filan Krajnis, Suarega, merë 90% i grup tjetër, e merë për influencat lokale të partisë, të grupit, të individit. Shqipëria mirë keq nga kjo pikpamje është
si me thënë, më e rafshume, në një farë mënyre, nuk i ka më këto thepat e fisit, e grupit vogël, është pa më e zirume, nuk është se s'ka influencë, Veriu voto për këtë ju. E ka, po jo si atje. Atje në një farë mënyre këtu fillon e diferencon Prishtina, sepse ka marrë ti paret e një metropoli. Ka fillon që bëhet kozmopolite. Pjesa tjetër është votim puro. Po pse këtu në Shqipëri nuk është ndryshe? Në Prishtinë, Tiranës. Pra, se këtu votojnë Partinë Socialiste o palën tjetër. Po dalësh në Tiranë. Atje votojnë, po të shikojnë. Janë disa palë. Me pa, atje janë disa palë dhe janë forcisht të natyrës krajnore të shefit. Mos është kanë dhe ligj elektoral dhe sistem tjetër elektoral dësh? Po edhe ajo influencon pak, por influencon të thash edhe kjo. Do me thënë, po të shikosh nga kjo pikpamje, nga Shqipëria është pak më përpara nga kjo punë. Se ka përcy krajinën, nuk është bërë gjithë shqiptarës, edhe këtu në Shqipëri, jugu voton më shumë komunizmi, Veriu voton më shumë, po dënë e Berishën, po voton se është Berisha, se ishe fillimin dërshimit, jo se ka një profil ideologjika, e majtë me djathë. Dërsa ati është më lokale, më shumë kuptoti. Dhe unë uroj që ato të ka përcejnë, që unë e shofë me shumë pozitivitet, që atje në Prishtinë, që është qytet, që i ka marrë të i parat e një qytetit madhë, që prodhon, që me thonë, informacion, prodhon dije, kulturë dhe biznes. Atje, kjo për ka përcehet, që me thonë, është një personazh atje që vjen nga ato vetë vendosja, nuk mund të marrë i gjithë Prishtinën, se ka dhe i reakcion ka palja tjetër. Që palja tjetër, për shamë, që kanë qenë zakonisht, kanë qenë LDK-ja, që kishe i tradit më urbane, e marrin ato kërë qytetit, që ka marrë as thaqin dhe i herë. Të gjitha këto, në atë ekuilibrin e vogël Kosovës, unë i kam pa me shumë pozitivitet, dhe uroj. Dhe uroj që ky lloj prishtinizimi i politikës të shtrihet në të gjithë krajinat e tjera, se po t'i shohësh ti janë fare lokalistë, Shqipëria nuk e ka këtë punë. Atje kam pasur të reduktuar se ajo për ka. Tash edhe ke zona më e majtë e Shqipërisë, te Pelena, Skrapar, merr opozita i 30%. Edhe në Kukës, në Tropoja, merr ku e diun. E majta i 30-20, atje s'merë gjë iq, përfundo me 10%. Edhe kjo të regon që i faktori lokal, kontrolën për votën, është një natyre tjetër, sepse nuk është se njerëzit... Po i ndjek zjedhe tani, zjedhe lokale në Kosovë? Ndjek pra, paka shumë, edhe kjo që për them, është në i farë mënyrë, është analizë që i kam bërë për këtë, nuk them unë se di, se ku shka fitur, qartë. Por unë gjykoj që në gjykimin e përgjithshëm shkysë, edhe zjedhje, ky faktor, sigurisht në zgjedhjet lokale, bëhet dhe më i dukshëm. Zgjedhjet politike fillon të rafshohet dhe atje, por gjithsesi e kanë më të zhvilluar se Shqipëria këtë, po Shqipëria se ka. Tu dominojnë partitë. Jo të thash, unë e bëj si, se këtë nuk mund të bëjnë gjithë qytetarët, se nuk i interesohen për ditë për këtë punë, po. Edhe e kanë bërë dhe me vite, të thash ty. Edhe në Kosovë ndodhen që fenomene të... Por shumë del një shef, një lider atje dhe bën një parti, del 10-12% për jerë. Shqipëri nuk del dotës. Për mua sistemi elektoral, me gjitha të shënësik. Edhe sistemi elektoral, por unë gjithsesi them, bën një palë zgjedhje, fatmirësisht i mbyllën... Për tishmërë që ati nuk ka kontestim. I mbyllën mirë, uroj që të bëjnë një qeveri, ta mbyllën dhe këtë histori, se u zjatë shumër. E me gjitha të prapë funksionojnë gjërat atje, edhe pse u zjatë shumë. Ta thash pra sepse gjërat që janë të përditshme atje, që ne si kemi zgjidhur akoma, nuk janë më dorë të shtetit të politikës. Prona, dyqani privat, ku e diun, klinika dentistit, doktorit, avokatit, kanë qenë edhe 50 vjetë për para të zgjidhur. Ndërsa ne merremi sot e kësaj dite me këtë punë. Edhe futun në shteti, apo? Ore, i fut politika për çdo gjë. Pa të po them pra. Unë të i gjumoj të shimë, mas ka që vitve, ku e di unë pronave të mija, letrave të mija, që kuptimi ka? A i së shmarë kur ma të punë, as merë, as ka argju energji, as dhunë, as i natë, a e pam që u vranë atje, gjukat për qërë u vranë, për punë pronësh. Atje mund vritën. Por për motive tjera, jo për këtë prona re, prona vjetë. Kjo është fikë. Ta thash, ato kanë të resigu një strukturë shtetërore më të mirë se sa ne nuk e kanë shpërduru. Ne tentuam të ngrejmë nga e para mënyrë demokratike dhe të reguam që nuk ishim shumë të zotë. Duke mos qenë të zotë vetë,
Fatkeqësi shpeshherë pasaj kemi rënë në dorë të huajve. Në arbitrazhet huajve, i cili shpeshherë nuk është dhe së shumë objektiv. Sepse nuk është interesuar kaq me detaje, me gjykon si një, si një punë angari. Prandaj të thash, shpeshherë gabojnë të huajt këtu, gabimi i tyre interpretohet në favor të atij grupi që është në pushtet atje. Por ama e kemi dorëzuar vetën nga pasotësia për të bërë shtetin shqiptar deri më sot. Shqipërinë ekonomike, Shqipërinë për të ble makinë të mirë, për të bërë vit bukur, e ka bërë Shqipëria. E ka bërë edhe më shpejt, edhe më mirë se ato. Me thënë drejt, Shqipërinë e institucioneve, gjykatave të pavarur, sistem arsimor të kualifikuar, shërbim shëndetësor të barabartë, këtë se kemi bërë. Mare, kuptoti ato, institucione më të pavarura. Nuk e shikon ne, a i qoni letër presidenti, i dekret e kësen gjykata kushtetuese s'është dakord. Qa po i ndodh Begat me një fjali o dash? Që është kjo të tregon? Kjo të tregon që shteti... Qa po i ndodh presidentit? Presidenti bëri, jo një gabim ka bërë disa, po ky i fundit është ka që i trash, i bëri vetës aje, se nuk është se për i bënd ashtu shtetit shqiptare, kuptohet se i ka lënë kaq pak gjëra, sa që edhe me dash me bë keq, ky s'ka që bën më. Po këtë do me thënë që mbi këtë lloj strukture, ta thash butaforike, të vesh pasaj cipër, me këto gjestet e fundit, edhe një kapele për groteske, për kështë gjëna që ishe e tepërt, e pa nevojshme. A i fare mirë mund të prisë vendim në gjykatës kushtetuese, kishe rujt vetën e vetë. Ishte dhe një shans vetës për të tregu i pavarur. Po pse e bëri Begat? Po kujtë jo. I kanë bërë presion? Unë që i ka bërë presion. Edhe se ka duru më këtë. Po kush ja bërë presion Begat? A i që ka cipër më një ka këtu. Shqipëri kënon një gjellë. Që ka ndodhë 35 vjetë e fundi. Ato që janë poshtë bëjnë si kur këndojnë, pas nuk kanë zë, kuptohet. Edhe kjo është një Kjo është super gjellë, duhet thënë. Kuptohet, kjo që është, po së është gjellë gjatë, kuptohet, edhe kanë detë më gjatë. Janë dy gjëra, është gjatë vetë, i vetë që aty kanë detë dhe gjatë. Bukur shumë. Kjo është puna, po si kjo që hypë shumë lartë, kur bjen poshtë vritë më shumë. Bonjour. Dashi, unë nuk naqa shumë, po tani ne do vazhdojmë bisedën pas jashtë kamerave, por desha thjesht për të vënë pikat mbi i para se të ikim dhe para se ju të ikni në Kosovë, të gjithë ju që keni marrë vendimin për të larguar nga Shqipëria, ju kam thënë vetëm në Kosovë. Ledio, qa do mbetet sot nga, përveç gjërave të mund që e thot Dashi gjithmonë dhe interesante, si batut, qa do mbetet nga Dashi? Dy ngelen. E para Trumpi nuk e ashtu Trumpin. Trumpi nuk e ashtu Trumpin, dhe me thë nuk e... Nuk e ashtu Trumpin hiç. Qa pele ishte ajo që themur, për Trumpi nuk e ashtu Trumpin hiç. Po prap Trumpin e tha për e dytë. E avuri mën. Po Trumpin për Trumpin. Trumpin nuk e ashtu Trumpin, e ruan e tikën Dashi, dhe e dyta cila është? Dhe e dyta në Shqipëri këno i gjellë. Dhe e dyta në Shqipëri ka vetëm një gjellë. Kënon një gjellë. Këndon vetëm një gjellë. Dash, do të takojnë prapë shumë shpejt. Tani, digjo, mos harro që tani jenë në cilësinë e analistit. Marë të karën, po kjo ma vemrin si dush. Digjo, duhet se në që se një gjë kishin interesantat dhe marxistët, dhe kam pas shumë gjëra. Po një që më ka përgjërë mua është nga cili pozicion flet. Po, pra. Shumë bukur ata. E di pse, se ajo na fut kontekst. Po e dash kush jemë, nga cili pozicion flet? Pra analisa, po jo. Qofë se ju përqen analist, veni analist. Qofë se ka një deputet... Qofë politikan, vërë politikan. Mua më përqen analist. Qofë se do një ekonomista, te kam zanat. Qofë se do një në punës gjithë jetë. Fjara analist në muaj për mbledh të gjitha, se ti nuk je vetëm ekonomist. I e shumë se kaq. Kuptat e shumë qëta. Takohemi të... Qa e misot e prente? Ora është 23:20 minuta, jemi live. Takohemi